Korporata energjetike shqiptare ka njoftuar se për shkak të prurjeve të shumta në kaskadën e Drinit, do të detyrohet të rrisë sasinë e ujit të shkarkuar nga diga e 3 hidrocentraleve, Fierza, Koman dhe Vau i Dejës. Sipas Keshit, situata hidrike po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme, ndërsa masat po merren për të garantuar sigurinë e digave. Aktualisht prurjet në kaskadë kanë arritur në 2300 metra kub ujë në sekond, ndërkohë që shkarkimet janë rreth 1600 metra kub për sekond. Ky raport sipas specialistëve tregon se rezervuarët po mbushen më shpejt dhe se rritja e shkarkimeve është e pashmangshme nëse rreshjet do të vijojnë. Të dhënat zyrtare të publikuara nga Kesh para ditën e së mërkurës tregojnë se niveli i ujit në digën e Fierzës është 285 metra, rreth 11 metra në nivelin maksimal të lejuar. Në digën e Komanit niveli ka arritur në 174 metra, vetëm 1.5 metra poshtë kuotës maksimale, ndërsa në hidrocentralin e Vau të Dejës niveli është 75 metra, rreth 1 metër në nivelin maksimal të sigurisë. Këto nivele sugjerojnë se në orët dhe ditët në vijim, Korporata Energjetike Shqiptare mund të detyrohet të hapë portat e digave dhe të kryejë shkarkime më të mëdha uji. Një situatë e tillë rrit rrezikun e përkeqësimit të përmbytjeve në zonat e ulta, veçanërisht në fushën e Shkodrës, e cila historikisht ka qenë ndër më të prekurat. Sipas parashikimeve meteorologjike, rreshtet pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim, çka mund të çojë në shkarkime masive të ujit nga kaskada. Kesh nuk përjashton mundësinë që situata të marrë për masa të ngjashme me ato të vitit 2012, kur shkarkimet e mëdha nga hidrocentralet shkaktuan përmbytje të konsiderueshme në qarkun e Shkodrës.